Çmimet e banesave në Fier kanë shënuar rritje në këto vitet e fundit nga 30 deri në 50%. Lajmin e konfirmojnë agjentët imobiliar, por dhe qytetarët fierak. Në qendër të Fierit, dikur 1 metër katror shitej 500 euro, ndërsa tani ka shkuar 700 deri në 800 euro metri katror. Në unazën e parë, nga 300 euro metri katror ka shkuar në 500 euro metri katror, ndërsa në unazën e dytë, nga 200-300 euro metri katror ka shkuar në 400 euro metri katror. Çmendurinë e çmimeve që kanë arritur në Fier. Dhe le të nisim pak nga trendi. Në 2025-ën, shifrat, nëse do t'i krahasoj me 2024-ën, po themi deri në një të njëjtën periudhë të 2024-s, mund të ishte bërë dyfishi. Politikat e bankës ndryshuan, ne nuk kemi më mundësi të financim, asnjë nga bankat nuk ofron mundësinë e financimit 100%, dhe trendi i Fierit ose pjesa blerëse, dërmuese në Fier, janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Një nga faktorët e rënies ndjeshme ose stopimit të shitjeve janë shitësit, me vendosjen e çmimeve të pa justifikueshme në gjykimin ton. Çmimi në Fier me fjalë ka fluturuar me fjalë dhe kush është nevojtar për të blerë nuk arrin të blej dot. Unë kam 2-3 nipër që po kërkojnë dhe nuk munden me ato, edhe në imigrim janë dhe nuk mundet edhe nuk arrin dot që t'i blejnë. Bëjnë 2 vjet që luftojnë, kërkojnë dhe nuk arrin dot me fjalë. Me sa u kanë afruar çmimin për metër katror? Çmimi për metër katror me fjalë hyrja shkon 92 milion 110 metër katror. Gjë që si arrin dot me fjalë. Po shtretje për ata që duan të blejnë, çiftet e rinj shtretje. Çfarë me të shkretët? Më mirë rrinë me qira. Qytetet e rinj duhet të kenë një subvencion nga shteti, bashkitë ose shteti apo qeveria duhet të marrë masa urgjentisht për qytetet e reja se popullsia ne po plakemi. Domethënë para 3 vjetësh, 4 vjetësh, e njëjta hyrje ishte 62 milion. Mbas 3 vjetësh sot me fjalë është 92 milion. I njëjti person me fjalë. Nuk ka ndërtime të reja Fieri dhe ne nuk e kuptojmë pse nuk i jepen sheshe